Ja pra këtu, e kemi edhe Bacin, do të na tregon diçka për minator, kush janë minatorët, kush janë konë përpara dhe kush janë sot. Po minatorët qysh. Minatorët kanë treguar në 36-ën në greva e parë kur ka qenë, kanë pas sukses aja grevë. Në 89-ën, si minator jena konë qast të organizuam me shëqyqojnë, kena shkuën një për gjithë, ose gjithë për një. Ja pra, shikues të vikendit, gjendemi këtu me Zotëri Ramadanin, fillimisht me fat dhe urime java e minatorëve. Faleminderit edhe për juve televizionin e ju që gjithë herë jeni në respekt ndaj minatorëve dhe vini në javën e manifestimeve të grevave 24-ta që merrni pjesë edhe ju me neve këtu. Do me thonë kjo është feste përbashkët e të gjithëve. Të gjithëve. Po, Zotëri Ramadan, a mund të na thuash diçka për shikuesit tonë dhe për gjithë neve për punën e minatorëve? Puna e minatorëve nuk është e lehtë, është punë e vështirë. Ata që kanë punu përpara, edhe që s'janë të punu, tash janë në pensione, e vetëm ata e din vlerën. Ndërsa ne që e punojmë këtu, kena punë jashtëzakonisht të mira, për paga janë mesatare, kështu që puna bëhet nivel përdhimi ecë, edhe falenderojmë drejtora nëse më parshëm, janë punësu do punëtor të ri, një 3 grupe, ndërsa tjerat grupe, ata që jena na të punu si punëtor të mëqëm, është mundësu që ne me dalë benzi, ose të shtim djalin, ose vllavin, ose anena. Mirë. Urime dhe me fat java minatorëve. Përshëndetje dhe juve, faleminderit me fat edhe juve. Zotëri Rahman, ku ka qenë Trepqa, dje dhe ku është sot? Trepqa para luftës ka qenë një gjigant i cili e ka ngrit thuje Kosovën, po ma shumë edhe republika tjera të Jugoslavisë, të ex-Jugoslavisë. Pas lufte, gjatë luftës, Serbet e kishin pas shkatërru, ku gja shumë, mirë po, falë menaxhmentit të ri, Zotit Karaçala, edhe gjithë stafit të ti, me punën e vetë mohueshme të punëtorëve. Ata sa kanë qenë 2 vjetër e 3, po mendoj jo 3 krejt qenë pranu ma 3, po qëtu generatat e vjetra, po dojnë konë ma 3 do ma vjetër. Punës tyne vetë mohuese, me kushte jashtëzakonisht vështira, ja ka ndalë dhe ka desh Zoti edhe fuqia tyne po mbjeton miniera e stanë tërgu Trepqa. Zotëri Ismail, një porosi për minatorët e ri. Për minatorët e ri, shë thonë që me tregu vetën që jenë edhe ata bitë e minatorëve, se me shumit që janë bitë e minatorëve që kanë punu këtu. Për minatorët e ri një porosi? Për minatorët e ri kisha thonë kështu. Letë në këqyre neve se s'ka jemi të bona, se s'qysh për i mësojmë në atë rrugën e drejtë, se punësimi dhe thot është një egzistencë e njeriut. Ai që punësohet në Trepç e ka një talë me përparat veten, e siguron egzistencën e vetë dhe të familjes, e kisha porosit që ata letë punojnë, sa na kemi punuar. Besoj që ka me konë gjithë shka në rregull. Apo i pranojnë këshillat e juve, minatorët e ri? I pranojnë këshillat tona, me gjithë se pak ju ka onë koraja dhe rritja e pages pak të ta, i kanë përvetësu punë bukur mirë, po ende ka kohë dhe pak për me qenë ata pa në varën, po mirë, pa lëvdohna pak për veti, sa të na kanë neve të mos mërziten. Zotëri Rahman, faleminderit shumë. Faleminderit e për juve. Urime edhe me fat edhe një. Urime edhe juve me fat, faleminderit për vizitën që na e bot. Shumë faleminderit.
Përshëndetje Vikendi. Ja pra sot kemi fest, është java e minatorëve. Tash këtu afër nesh është edhe drejtori, zotëri Shala, ish drejtori, përshëndetje drejtar. Përshëndetje. Ju faleminderit shumë që gjetë kohën të jeni me neve. Ishte kënaqësia ime që sot në këtë ditë festet jemi së bashku. Drejtar, na dojna më t'i bëjë do pyetje, po nashta nuk lodhen shumë. Ki kohë për neve? Minatorët dhe gjeologët përgjithësi kanë kondicion. O, mirë, drejtar, ani të këshirëm tash pra kondicionin e juaj, çfarë kondicioni ka drejtori joni dashtën. Drejtar, ju kur keni qenë i ri, do me thonë student kur keni qenë, jeni shku në shkollë, do me thonë si student e keni mësue krejt, po edhe ka njëherë një ikë për shkollë, të daljene për demonstrata, jo poshtë na, disa kanë që deri sa ju kanë zonë policia, ju kanë reje, ju kanë shtinë për borgë e sane. Po ma mirë u konë me shku në për shkollë, për shembull, me mësu në e sane, se që ju kanë reje, ju kanë zonë në borgë, ju kanë shtinë, ju kanë mojë ka 3-4 muja, një vjeta, zotë e ditë sa. Po ky ishte fati i gjeneratës tonë, ky ishte fati i asaj plejade të cilën e kishte një bardh vetën rrethona dhe kushte këtë saktura. Me marë realisht ky ishte edhe përgjithësia e kohës që na obligon të ne si brez dhe ne ju kemi përgjigjë në rrethona adekuate dhe për këtë punë në asnjë formë nuk jam pishman. Po më vjen mirë, do me thonë që si e pishman, po kështu masania për shembull, krejt dyjaja për shembull, dikun ka 99-ën, këtë dyja dilshin jashtë, është një në Gjermani, një në Zvicër, një në Suedi, tanat mirat me hongër me pi pare, po punë, po kërë, po. A ti i rësh e në malë. A ke marrë në bëvakisi informate, ke pas kështu, kanë thonë adin del jashtë, i rësh e në malë. Ma miru konë me dalë jashtë, për shembull në Gjermani, Zvicër, ja kështë e pohojnë nëse aty që ke nejtë malë. Nuk ka as Gjermania, Zvicër, më të bukra, më të mira, më adekuate dhe më të qeta dhe më të sigurta se malet e Kosovës. Unë kam qenë në malet e Kosovës, në kryerjet e detyrave prap, në vazhdimësitë e asaj që e kërkonte dheu dhe koha. Dhe me thot drejtën, dalja në mal si pjesëtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës është pika më kulmore e jetës time, karrierës time, moralit tim, dinitetit tim dhe unë jetoj ende asaj dite me ato ditë të luftës për liri dhe pavarësitë të Kosovës, me ato ditë që sot po i gëzojmë bashkë me minatorët dhe për atë u jam mirënjohës gjithë atyre që ishin bashkë me mua në mal, i kujtojmë veçanërisht ata që ranë dhe na kriju ne këtë hapësirë, mundësie dhe zhvillimi për vendin tonë. Trepqa dhe Mitovica për mua janë synonim i rinisë time, synonim i dhe dashurisë, synonim i punës, mbi gjithaj punës. Ju do me thonë keni doktoru, keni lezu shumë, po lezani hala shumë. Ata merr menja që të kalon farë rami, kështu se njëri me lezu fort. Po, shiqë, çështja ramave është kështu. Lisi pa rama nuk është les. E rëndësishme është që rama të jenë të shnosh, që të mos jenë tharë, dhe e rëndësishme tepër është kur ke mundësi ramat që janë të panevojshëm me hjek. Unë konsideroj që jam një pjesë e atyre ramave që janë në funksion. Po farë rami kështu të çka s'kalon një. Po, është çështje. Po shihet të me thonë, i vetmi ram që i ka met, të me thonë që nuk pe din çfarë rami i ka met. Po, nëse çka me bëj njëri pa behone s'ka. Edhe ti që të behone. Sigurisht. Nuk ka pa behone, ideale nuk ka asgjë jetë dhe unë vetëm në behone që mund ta konsideroj tash për tash, që e di vetë, jam shumë i lidhur me nën tokën tonë, jam shumë i lidhur me pasuritë nën tokës Kosovës, jam shumë i lidhur me sektorin e zhvillimit ekonomik të vendit, sektorin minerar, e krejt kjo është sinonim, jam i lidhur me këtë pjesë të ndershme të minatorëve të Trepqës, jam i lidhur shumë sepse kanë dhënë një pjesë të hershme, kanë dhënë edhe tash në kushte rrethona tepër të veçanta, dhe e kam bindje në thellë që ky është sektori, këta janë njerëzit më të ndërgjegjshëm dhe më të dinjitetshëm që gjithçka që dhon për këtë vend e dhon me djersën e punës në kushte tepër të rënda dhe në tepër të vështira. Zotëri Shala, çysh po i knohet apo çfarë këngë është ka i knohet Trepqës? Po nëse nisëm nga filozofia e lashtë e popullit ton, Trepqa është një lule Kosove e mbuluar me therra. Më e mira në për therra. Dhe realisht ne në këto 3-4 vitet e fundit që kam punuar dhe punoj me këta kolegë këtu, kemi arrit ta bindëm një pjesë të madhe të faktorit relevant që këtu nuk është therrë. Këtu është lule e cila don hiq therrat në mënyrë që aja të lulëzoj hala, të qet lula të tjera dhe ne ta shijojmë aromën e kësaj lule. Dhe është zote gjithë bashku.
gjithsesi jam i bindur në këtë. Ju keni publikuar, do të thot, një plan strategjik për formatin publiko-privat për Trepçën. Ku e dërgon kjo Trepçën? Po Trepçën e dërgon në rrugën që është e nevojshme të shkoj. Trepçën e hjek nga kuptimi i administrimi drejt për drejt nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, dhe sa më shpejt që ndodh kjo, aq më mirë është për ekonominë e vendit, sa më shpejt që ndodh kjo, aq më mirë është për gjithë kategoritë sociale dhe për qytetin e Mitrovicës, dhe e jep mundësinë e zhvillimit nga një zhvillim që është i centralizuar dhe i monitoruar ekstrem në një zhvillim ekonomik mbështetur në standardet që ka sot ekonomia evropiane, mbështetur në standardet që i duhen realisht ekonomisë së Kosovës. Pra një partneritet ku të gjithë e gjejnë veten, edhe sektori privat, edhe ai shtetëror, edhe financues të brendshëm, edhe financues të jashtëm, dhe pse jo ta kemi një konsorcium të atyre që kanë interes të mirën me këtë sektor dhe të jetë në funksion të zhvillimit, në funksion të zbutjes së papunësisë, në funksion të realizimit mira materiale që i ka kjo në tokë. Zotëri Shala, edhe për fond, minatorët kanë një respekt shumë të madh për ju. Gjithë minatorët. A ka mundësi do të thot një porosi për minatorët, e sidomos për minatorët e rinj, të cilët ju, posaçërisht, i e keni mundësuar që ata të jenë minatorë të rinj? Po, minatorëve një porosi, të ruajnë unitetin, të ruajnë gatishmërinë dhe vullnetin për punë, minatorët e rinj të jenë sa më afër minatorëve të vjetër, të thithin ato ditori dhe njohuri, atë eksperiencë që nuk e kanë të pakt, e kanë tepër të mirë dhe të shkëlqyer, dhe ta vazhdojnë traditën e punës duke e dashur nën tokën e Kosovës, duke i dashur minierat e Trepçës. Ju falenderoj shumë, urime festa. Faleminderit, urime, dhe shfrytëzoj rastin të uroj të gjithë minatorëve javën e krenarisë, javën e vujtjes, javën e sakrificës, javën e ndërgjegjjes së minatorëve, që është java që kem filluar sot. Kisha mujt me përmbyll me një shprehje shumë të fuqishme këtë bisedë tonë? Me kënaqësi. Me fat. Me fat gjithashtu.